Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur videon dhe për të bërë komentet e radhës. Dua të ndaloj tek një nga personazhet më të komentuar, domethënë janë dy vajza në fakt që tashmë siç duket ambienti i Top Channelit, puna e Top Channelit i ka bërë që këto dy goca të jenë shumë afër njëra tjetrës dhe i ka bërë që të dhurojnë shumë energji dhe dashuri me njëra tjetrën. Do flas konkretisht për Heidi Bacin edhe për Egli Takon. Heidi Baci dhe Egli Tako janë në shënjestër. Publiku ka qenë shumë kureshtar të kuptojë në qoftë se dy vajzat po bëjnë diçka përtej punës, domethënë përtej pushimeve, përtej energjisë të madhe të punës, a ka një diçka më tej në këtë mes. Por nga investigimet që ne kemi bërë, domethënë pasi që ne jemi gazetar për të punë, kemi arritur të kuptojmë që Heidi dhe Egli, edhe pse kanë patur storje të dashurisë shumë të komentuar, kanë patur storje të dashurisë shumë të përfolur, kanë patur storje të dashurisë shumë të debatuar në një farë mënyre, nuk japin zemrën njëra tjetrës në kuptimin e dashurisë, domethënë, nuk i besojnë dikujt që të lidhin historinë e tyre të dashurisë. Është përfolur deri diku që Heidi mund të ketë patur akoma dyer të hapura me Romeon, por nuk ka një fakt domethënë të sigurt. E dim që Romeo nuk ka ndërtuar një lidhje dashurie dhe Heidi gjithashtu nuk ka ndërtuar një lidhje dashurie. Domethënë Heidi duke që është shumë e qetë, duke që është shumë pozitive, gjithmonë poezitë e saj, gjithmonë shkrimet e saj kanë qenë me tendenca, domethënë me tendenca kundërdrejt një historie dashurie që Heidi ka patur, por gjithsesi domethënë ka mbetur thjesht në kuadër të asaj dashurie, ka mbetur në kuadër të asaj gjëje të bukur që Heidi e nisi me Romeo. Gjithashtu edhe Egli, siç duket, vazhdon që të ruaj atë lumturinë e saj, vazhdon që të ruaj atë pozitivitetin e saj dhe në një farë mënyre nuk e kanë gjetur akoma atë zemrën binjake që do t'i bënte vajzat të besonin në atë storje të bukur të dashurisë dhe ta ndërtonin atë storje të bukur të dashurisë. Domethënë nuk ka asnjë gjë në raport me historitë e tyre dhe me atë emocionin e bukur që këto dy vajza e kanë ndërtuar. Kemi parë së fundmi që Heidi po shijon pushime të bukura, ka postuar fotografi shumë tërheqëse, një vajzë tepër dinjitoze dhe një vajzë shumë e ëmbël, dhe nga ana tjetër gjithashtu edhe Egli po shijon këto momente dhe po kënaqet në jetën e saj duke e shijuar bukurinë shqiptare në të gjitha dimensionet.